Kur dikush është vazhdimisht në mendimet e tua, edhe pse nuk keni asnjë kontakt, kjo do të thotë diçka. A ke ndjerë ndonjëherë atë ndjesi të çuditshme se dikush mbetet në kokën tënde, edhe pse nuk flet me të dhe nuk e sheh? Ai nuk telefonon, nuk dërgon mesazhe, nuk shfaqet në jetën tënde të përditshme dhe megjithatë është aty ditë pas dite, çast pas çasti. Zgjohesh dhe ai është mendimi yt i parë. Gjatë ditës, ai shfaqet sërish në momentet më të vogla. Kur do të flesh, imazhi i tij, zëri ose thjesht energjia e tij kthehet përsëri. Kjo mund të jetë konfuze. Pse dikush me të cilin nuk ke kontakt, zë kaq shumë vend në zemrën dhe mendjen tënde? Pse brendësia jote e mban këtë person gjallë, edhe pse heshtja ju ndan? E vërteta është, kur dikush është vazhdimisht në mendimet e tua pa asnjë komunikim, kjo nuk është rastësi. Ka një kuptim. Tregon diçka më të thellë se fjalët. Së pari, fuqia e gjurmës emocionale. Kur dikush hyn në jetën tënde dhe të prek emocionalisht, qoftë përmes dashurisë, miqësisë apo edhe një takimi të shkurtër, ai lë gjurmë. Truri njerëzor është i programuar të ruaj përvojat emocionale. Nëse dikush të ka dhënë ndjenja të forta gëzim, emocion, dashuri, dhimbje ose hutim, mendja jote e rikthen vazhdimisht atë lidhje. Emocionet gdhenden thellë në kujtesë. Edhe kur komunikimi përfundon, gjurma emocionale mbetet. Prandaj vazhdon të mendosh për atë person. Ai ka lënë një shenjë të qëndrueshme në zemrën tënde dhe mendja jote kthehet atje për të kuptuar, për të kujtuar ose për të liruar. Së dyti, çështje e papërfunduar shpirtërore. Kur nuk mund të ndalosh së menduari për dikë, kjo shpesh do të thotë që diçka midis jush ka mbetur e papërfunduar. Ndoshta marrëdhënia përfundoi pa pritur. Ndoshta fjalët mbeten të pathëna ose ndjenjat të paqarta. Heshtja nuk e fshin të papërfunduarën, përkundrazi, e bën mendjen të kthehet përsëri e përsëri në kërkim të mbylljes ose qartësisë. Mendimet e tua e mbajnë lidhjen gjallë, edhe pse në realitet ajo mund të duket e mbyllur. Shpirti e ndjen që kjo histori nuk është shkruar ende plotësisht. Së treti, shenja e një lidhjeje të thellë të pavetëdijshme. Të mendosh vazhdimisht për dikë mund të pasqyrojë një lidhje energjetike ose intuitive. Ndoshta të ka ndodhur të mendosh për dikë dhe pak më vonë ai person të kontakton, ose ndjen që diçka po ndodh në jetën e tij, edhe pse se di do. Kjo nuk është rastësi. Shkenca e quan intuit, spiritualiteti e quan lidhje energjie. Kur dy shpirtra janë të lidhur, as heshtja nuk mund ta këpus atë fill të padukshëm. Mendja jote ndjen dridhjen e tjetrit dhe kështu ai shfaqet në mendimet e tua, edhe pa fjalë. Së fundi, pasqyra e ndjenjave të tua. Kur dikush është vazhdimisht në mendimet e tua, ndonjëherë kjo thot më shumë për ty se sa për atë person. Do të thotë që ndjenjat e tua janë ende të gjalla. Ndoshta dashuron, mallëngjesh ose po përpiqesh të shërohesh. Ky person bëhet simbol i diçkaje që ti dëshiron, të mungon ose të duhet. Nuk do të thotë domosdoshmërisht që edhe ai mendon për ty, ndoshta ti thjesht mban brenda vetes emocione të pazgjidhura. Mendimet e tua janë një pasqyrë që të tregon për çfarë zemra jote me të vërtetë mallëngjehet. 5. Ligji i tërheqjes. Universi ndjek ligje të çuditshme, një prej tyre thotë, mbi atë që përqendrohesh, e tërheq drejt vetes. Nëse nuk mund të ndalosh së menduari për dikë, dërgon pavetëdijshëm energji të fortë drejt tij. Kjo energji mund ta sjellë atë person përsëri në jetën tënde në mënyra të papritura, përmes një mesazhi rastësor, një takimi të papritur apo edhe në ëndra ku ai shfaqet. Mendimet e tua të vazhdueshme veprojnë si magnet. Edhe pa fjalë, ti komunikon në nivel energjie me atë person. Prandaj shumë njerëz besojnë se kur dikush është gjithmonë në mendimet e tua, ndoshta edhe ti je në të tija. 6. Lufta midis zemrës dhe mendjes. Kur mendon vazhdimisht për dikë me të cilin nuk ke kontakt, kjo shpesh do të thotë që zemra dhe mendja janë në një konflikt të heshtur. Mendja thotë, harroje, ec përpara. Por zemra përshpërit, jo, ky person ende do të thotë diçka për ty.
Ky tërheqje e brendshme në dy drejtime e bën praninë e tij në mendimet e tua aq të fortë. Heshtja nuk e shuan dëshirën për afërsi, përkundrazi e forcon atë. Zemra jote mban ende, edhe pse bota e jashtme nuk të jep arsye. 7. Mësimi i fshehtë i lidhjes. Ndonjëherë dikush shfaqet vazhdimisht në mendimet e tua sepse shpirti yt duhet të mësojë diçka përmes atij personi. Jo çdo lidhje është e destinuar të bëhet marrëdhënie, disa ekzistojnë për rritje. Të mendosh për dikë pa kontakt mund të nënkuptojë që duhet të mësosh durim, pranueshmëri ose vetvlerësim. Ndoshta ky person përfaqëson një fazë jete, një frymëzim, një plagë ose një mësim të rëndësishëm. Derisa ta kuptosh këtë mësim, mendja jote do të vazhdojë të kujtojë përmes mendimeve për atë person. 8. Misteri i energjisë telepatike. Ka pafund histori për njerëz që ndjejnë praninë e njëri tjetrit pa folur. Të dashuruar, miq apo antar familjeje të ndarë nga largësia shpesh tregojnë se mendojnë për njëri tjetrin në të njëjtën kohë. Disa i quajnë këtë telepati, të tjerë fuqinë e padukshme të dashurisë. Kur dikush është vazhdimisht në mendimet e tua, kjo mund të nënkuptojë që fushat tuaja energjetike janë ende të lidhura. Dërgoni dhe pranoni sinjale pa fjalë. Heshtja e jashtme fsheh një bisedë të qetë që vazhdon në nivel shpirti. 9. Kuptimi shpirtëror. Nga një këndvështrim shpirtëror, të mendosh vazhdimisht për dikë pa kontakt mund të nënkuptojë që shpirtrat tuaj po udhëtojnë bashkë në këtë jetë për një arsye të caktuar. Ndoshta ju lidh një kontratë shpirti ose një mision i përbashkët. Nuk duhet të jetë romantike, ndonjëherë janë tema karmike, mësime të vjetra nga një lidhje e kaluar që shfaqen tani në mendime dhe ndjenja. Derisa kjo energji të balancohet, ai person do të mbetet në ndërgjegjen tënde si kujtesë që rruga juaj e përbashkët nuk ka përfunduar ende. 10. Çfarë mund të bësh? Çfarë mund të bësh, pra, kur dikush është gjithmonë në mendimet e tua, edhe pse midis jush mbretëron heshtja? Së pari, i sinqert me veten. Pyete veten për çfarë përfaqëson ky person, dashuri, dhimbje, shpresë apo plagë. Përgjigjja do të tregojë pse ai qëndron. Së dyti, kërko mbyllje. Nëse është e mundur, fol me atë person. Nëse jo, shkruaj ndjenjat e tua, lutu ose medito për t'i lëshuar. Së treti, mos lufto kundër mendimeve. Sa më shumë të përpiqesh t'i shtypësh, aq më të forta bëhen. Pranoi dhe më pas drejtoi butësisht drejt qetësisë së brendshme. Së katërti, përqendrohu te vetja. Përdore këtë situatë si mundësi për rritje. Lejo kujtimin të frymëzojë drejt më shumë dashurie, qartësie dhe vetvlerësimi. Së pesti, ki besim te koha. Nëse ky person është i destinuar të kthehet, do të kthehet. Nëse jo, jeta do t'i zëvendësojë gradualisht këto mendime me përvoja dhe njerëz të rinj. Mendime përfundimtare. Kur dikush është vazhdimisht në kokën tënde, edhe pa kontakt, kjo do të thotë që lidhja ende jeton në kujtesë, në ndjenjë ose në energji. Nuk do të thotë domosdoshmërisht që jeni të destinuar për njëri tjetrin, por tregon që ai person ka prekur shpirtin tënd në një mënyrë që as heshtja nuk mund ta fshijë. Mos ki frikë nga këto mendime, por shikoj si shenjë që zemra jote është e gjallë dhe e aftë të ndiejë thellë. Universi të kujton fijet e padukshme që lidhin të gjithë njerëzit me njëri tjetrin. Ndonjëherë të mendosh vazhdimisht për dikë është thjesht mënyra e dashurisë për të treguar sa e fortë dhe e pashlyeshme mund të jetë një lidhje e vërtetë.